Në qendër të fshatit Juban u zhvillua Agrofest, një aktivitet festiv dhe promovues i produkteve tradicionale të njësisë administrative Guri Zi. Panajiri mblodhi së bashku prodhues vendas, banor të zonës, përfaqësues të institucioneve dhe vizitor, duke kthyer këtë ditë në një festë të vërtetë të bujqësisë, traditës dhe kulturës lokale. Organizohet ky aktivitet me qëllimin që të promovojmë sa më shumë edhe për të gjithë këto pasuri të këtij territori kaq të pastër. Përveç liçenit Vaudejsit, atraksioneve të ndryshme historike, kështjellës së Gajtanit e të tjera pasuri të zonës, ne ftojmë të gjithë qytetarët dhe vizitorët që të vizitojnë të zona, të blejnë produktet të territorit, artizanatin as pasur të zonës, si dhe produktet bujqësore. Është një aktivitet i cili ka përfshirë në krejt zonën e Gurit Zi. Na vjen shumë mirë sepse ka pas një masivitet persona që kanë ardhur për këtë aktivitet. Normalisht që promovon zonën me anën e artizanatit, me anën e vlerave historike, por normalisht edhe arkeologjike, sepse zona njihet për resurset e saj arkeologjike dhe i bëjmë thirrje gjithkujt për marrë këtë zonë. Nëpërmjet ekspozimit të produkteve të zonës dhe aktiviteteve shoqëruese, Agrofest synoi të promovojë vlerat e trashëguara dhe potencialin zhvillimor të kësaj zone të Bashkisë Shkodër. Ky event u organizua nga Ekomendje në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, duke treguar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit për zhvillimin rural dhe ruajtjen e traditës.